Ma sjellën një video ku do thot me një lagje kanë qenë 6 kontinjer, i kanë hek, i kanë lanë 3, edhe pram vinë 2 i marrin, njënin e lajnë të plot, edhe për rreth do thot çka ka, refuz e lajnë aty. Videoja për të cilën po flet kryetari i Çajirit Visarganiu është kjo, të cilën televizioni 21 e siguroi po nga kabineti i tij. Ganiu akuzon qytetin e Shkupit, të drejtuar nga Dënalla Arsovska, se krejt këto i bëjnë me qëllim që komunën e Çajirit ta nxjerrë në formë sa më të zymt, por kryetaria e qytetit tregon një gjë tjetër. Nek se zanimava on so kontenerite. Izlego da pravi pres včera zašto smo ga fatile. Kaj беше да излезе на прес prethodno? Zato собира ѓубре и го фрла во наши контейнери. Собира ѓубре, прави диви депони покрај нашите. Не може ние да изчистиме колку што можат они да испрљаат, бро. E pyetur për deklaratat e Ganiut se ndërmarrja komunale nuk punon me kapacitet të plot në Çajir, Arsovska me kundrakuz. А зашто не им каже на неговите советници да гласаат за да работи со максимален капацитет? Неговите советници доаѓаат, ќе се потпише и ќе избега и ќе земе 600 евра. Po Ganiu mohon dhe i kundërpërgjigjet se po merret me politikë në dëm të Çajirit. Dëshmi praktike keni, prej 530 kontinjerave sot i kemi, domethënë 320. 210 kontinjera i kanë largu prej Çajirit. Këshilltarët tonë e bajnë këtë. Jo, e bën politika asaj, edhe kanë hyrë në ujëra, domethënë që me dëmtu, do thot komunën e Çajirit. 2 ditë më parë, komuna e Çajirit ndërmori nismë për pastrimin e meturinave, për siç shprehet Ganiu, ta ndihmonte edhe mbështeste qytetin e Shkupit në grumbullim. Iniciativa u ndërprer nga qyteti i Shkupit me arsyetimin se menaxhimi i veturinave është kompetencë e tyre e jo e komunës së Çajirit.